Bonjour à tous, mirë se jeni në episodin e 3 në sezonin të dytë në Ne këtu të Rinë dhe Kurioz. Unë jam Kresja. Dhe unë jam Amarta. Dhe sot mes nesh kemi dy të ftuar moshatarët tanë që do na flasin për sportin e tyre. Ata janë Emilio Adri dhe Jorgo Cenolli, dy volejbollistë shumë të apasionuar dhe të talentuar pas sportit që ata luajnë. Shumë faleminderit që pranove ftesën tonë dhe jemi shumë të lumtura që ju kemi ju si dy moshatarë tanë në podcast. Faleminderit që na ftuat. Shikojmë se të dy jeni të federuar dhe jeni goxha thellë në botën e sportit, pra të volejbollit. Që kur keni nisur të merreni me sport, a ka qenë e vështirë fillimi në rrugën tuaj sportive? Tani un kam rreth 2 vite e gjysmë që e kam nisur të sport. Më ka pëlqyer shumë në fakt para se ta nisja, edhe kisha shumë, domethënë pasion. Ka pasur pak vështirësi në fillim, por pastaj jemi mësuar me ato teknikat me ato dhe nuk kishte më problem. Ndërsa për mua është vetëm viti i parë se kam bërë akoma vetëm një vit. Bëra 10 vjet në futboll, lash futbollin dhe hyra në rrugën e volejbollit më pas. Duke qenë se kërkon shumë praktik edhe stërvitje. Sa orë në ditë ju merr stërvitja, duke qenë se me vajzat që falem më parë ishte 2 orë para dite, 2 orë mas dite. Ne zakonisht 2 orë, 2 orë e gjysmë në ditë. Ka raste që bëjmë edhe nga 1 orë, po vetëm para ndeshjeve zakonisht nuk ka. Si arrini ta menaxhoni shkollën dhe stërvitjen bashk? A ndikojnë ato shumë tek njëra tjetra? Ndikojnë pak në kohë e studimit, pasi stërvitjen e kemi zakonisht mbas dite, po që e menaxhojmë mirë. Nëse do duhet të zgjidhni midis shkollës dhe stërvitjes, kë do të zgjidhnit? Dhe flisni pa frikë se profesorët nuk e dëgjojnë këtë podcast. Stërvitjen. Edhe unë ashtu mendoj. Keni pasur ndonjë moment të vështirë në jetën sportive? Dhe që keni humbur patjetër, po ndoshta edhe diçka personale. Ishte para 2 javësh ku humbëm ndeshjen e fundit të fazës së parë. Kishin të gjitha fitore, nuk kishim asnjë humbje, humbëm me Partizanin ndeshjen e fundit. Akoma s'na ka dalë natë. Shpresojmë që shokët mos ju mbajnë me ri, po si mendoni, shoqërinë më të mirë e keni në stërvitje, në voleboll apo në shkollë? Të dyja. Po më shumë me stërvitje, jemi më të lidhur me ata. Po me udhëtimet e vazhdueshme për të ndjekur ndeshjet, si a bëni? Keni ndonjë kujtim specifik nga ato, humbje ose fitore? Ndonjë shaka midis jush në autobus ose jo? Shaka kemi shumë, si në autobus, si në hotel, kur kemi ndajnë tur. Po që... Shaka, tamam në hotel, ndodhin të gjitha këto. Edhe në autobus, por në autobus janë, domethënë disi... Më të pakta, se gjithmonë flejnë ata. Jeni akoma me adrenalin para ndeshjes. Cila është sipas jush lënda më e vështirë në shkollë? Lënda që ke më shumë frikë? E tham njerë, profesorët nuk japin këtë video. Tamam, se unë jam maturant edhe lëndet me zgjedhje, tani kam zgjedhur biologjin, atë kam më të vështirë për momentin. Edhe kam më keq nga gjitha lëndet tina. Unë maturant jam, kështu që kam zgjedhur gjeografinë, edhe ajo është më e vështira për mua. Po do donit më shumë një notë të mirë në lëndet që thatë që keni natë apo një fitore në volejboll? Fitore, normal fitore. Vërtetare, okay. Çfarë konsideroni ju si arritjen më të madhe personale? Përveç volejbollit. Tamam të përfundoj atë shkollën që kam të shiri, inxhinierin informatik. Pastaj të tjerat, besoj do vinë vetë. Gjithashtu të mbaroj Akademinë e Arteve, pas gjimnazit. Ose skuadër, një arritje përveç fitores. Diçka që e keni midis shokësh ose. Ndër 21 të fitoj vend parë. Çfarë mesazhi do t'ju përcjellin moshatarëve tuaj në lidhje me sportin? Është diçka e bukur, është pasionante. Duhet ta ndjekin të gjithë. Bën mirë përshëndetjen atë parë, pastaj të gjithë të tjerat. Vini vetë. Po mirë, një pyetje jashtë skenarit. Pse pikërisht volejbollin dhe nuk vazhdove futbollin? Nëse është ashtu personale nuk ka problem. Jo, thjesht në futbollin nuk po merja shumë minuta. Jo se fal aftësive të mia që nuk ishin të mira, por nuk po merja dot mundësi. Po fokusohesh në shkolla dot? Jo, nuk po fokusohesh në shkolla, nuk po merja minuta loje për të luajtur. Në volejboll kisha vllajin tim që ishte trajner, më shumë shtyvi ai për të hyrë në kjo rrugë. Hyra vetëm për të bërë stërvitje, jo për të federuar dhe të vazhdoja kampionatin. Më pas sezonin tjetër u federova. Po artet me sportin nuk bien ndesh? Bien, po që do vazhdoj artet. Kena e pyetje. Po për ju çfarë rëndësie ka numri i fanellave? Tamam, ne kam përzgjedhur numrin e fanellës sepse kisha një idhull. Unë jam tifoz i Milani në futboll.
Edhe më ka pëlqyer shumë gatuze, edhe prandaj nga që ai ishte shumë hiperaktiv edhe më pëlqej numri i tij. Sa unë kam zgjedhur 21-shin, pasi e kam numrin që kisha edhe në futboll kur isha që luaja ato 10 vjet. Edhe më pëlqevi ta mbaja akoma si numër në fanell. Të futemi pak në fushën teknike, pozicioni juaj, çfarë përgjegjësish ka? Çfarë luani dhe çfarë përgjegjësish ju vjen bashkë me të pozicion? Tani unë jam diagonalist. Kur jam në vit të parë, përgjegjësia ime është që të zesh sa më shumë blloqe edhe shytet, duhet të gjuaj sa më shumë. Ose me anë të teknikës të ngec. Ndërsa kur jam në vit të dytë, duhet më patjetër të kap shumë ngeci dhe topin e parë. Ndërsa unë kam më pak përgjegjësi se Emilia, pasi luaj vetëm në 4 pozicione. Sepse jam qendër edhe duhet të bëj blok në të dyja krahat edhe gjuajtje. Pikët janë gjë më e rëndësishme. Si ndjeni ju kur shënoni pikën vendimtare? Është ai emocioni shumë i madh, por prap motivohemi, vazhdojmë të motivohemi sepse nuk është vetëm kjo pika, do vazhdoj loja akoma dhe duhen edhe pikët e tjera për të marrë lojën. Sepse loja nuk mbaron vetëm me 1 pikë, janë 65 pikë që duhen marrë. Sa dëshara merrni kur në pikën e fundit? Nuk është se marrim çfarë nga ekipi na motivojnë çunat. Po nga jashtë mund të kemi ndonjë të shah. Mund të kemi shumë. Mund të kemi shumë. Apo nga kundërshtarët. Po. Nëse keni ndonjë eksperiencë tjetër që doni ta shprehni, Ta ndani me Eksperienca e fundit ka qenë në Elbasan para 2 javësh. Luftë me Asteqe. Wow. Oh, wow. Kush fitove? Kush e angri kokës? Neve gjithmonë me Jordan në ekip. Të dy. Ne ishim të dy. Dolën fitimtar. Ata thjerë të rraf. Bravo. Po të thyen në një kamp në gjë. Jo. Jo, Jo apo jo. rëzuam 2-3 perde. Korniza perde. Dyrt apo? I rëzuam. Goditëm edhe me peshqir të lagur. Po. Ata mbajshin im këtë. Okej. Pas tyre e ngrëm pizza kaq. E mirë, duhet. Ju bëfshi mirë. Pushimi. Okej, kemi akoma ndeshje përpara? Faza ka mbaruar, faza e parë ka mbaruar. Faza e dytë besoj fillon nga mezi janarit. Me unën të mëdhitat kemi mendje për kampion, edhe punë. Kurse me unë 21-shat, edhe vendi i dytë nuk do ishte keq, por prap duhet shumë punë. Ne ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Mendoj se të dy djemtë e kanë vendosur çfarë do të vazhdojnë me jetën, sidomos pas sportit. Shumë faleminderit, ishte vërtet qejf të flisnim bashkë dhe mendoj se gjithë pasionuarit pas sportit do t'ju qej shumë episodi dhe besoj keni edhe shumë të njohur që do ta ndjekin. Shumë faleminderit. Faleminderit Shpresoj që juve. edhe pjesëtarët e tjerë të skuadrës t'ju mbështesin në këtë intervistë. Që miq të dashur, shpresoj të ketë pëlqyer ky episod dhe të le të shihemi tek tjetri. Faleminderit.